Horoskopi javor 27 tetor deri 2 nëntor 2025. Dashi, kjo javë, dashi, të fton të ngadalësosh dhe të dëgjosh botën tënde të brendshme. Me Marsin, planetin tënd sundues, që hyn në një zonë më të ndjeshme të hartës sënd, emocionet mund të jenë më të thella se zakonisht. Mund të ndodhë që të reflektosh mbi biseda të pasgjidhura apo të pyesësh veten për hapin tënd të radhës në jetë. Kjo nuk është java për vendime impulsive, durimi dhe vëmendja e menduar do të shërbejnë shumë më mirë se nxitimi. Në punë, rreth mesjavës mund të shfaqet një mundësi që kërkon bashkëpunim, takt dhe diplomaci. Ndërsa natyra jote e drejt për drejt është një forcë. Tani del më mirë të veprosh me delikatesë dhe bashkëpunim. Në dashuri, mënyra jote e dhëmshur është superfuqia jote. Dëgjimi me vëmendje dhe pa paragjykime do të thellojë lidhjet. Nëse je beqar, sinqeriteti i butë mund të sjellë takime të papritura, por me kuptim, trupi dhe mendja jote gjithashtu kanë nevojë për kujdes. Pini ujë mjaftueshëm, pushoni kur mundeni dhe jepni vetes momente reflektimi mendor. Universi të shtyn të gjesh ekuilibrin, energjia jote do të rrjedhë më mirë kur emocionet, veprimet dhe kujdesi ndaj vetes janë në harmoni. Mbaje mend, dashi, kjo është një javë për reflektim, qartësi emocionale dhe veprim të menduar. Përqafo ritmin më të ngadalë, ai mund të tregojë të dhëna dhe zbulime që deri tani i kishe lënë pas dore. Demi, stabiliteti është fjala kyçe për ty, Demi, por kjo javë sfidon zonën tënde të rehatisë. Venusi ndriçon sektorin tënd social, duke sjellë mundësi për të rilidhur lidhjet me miq të vjetër ose mentor që rigjallërojnë motivimin tënd dhe energjinë kreative. Në aspektin financiar, mund të shfaqet një ide e re investimi. Këshilla yjore, mos nxitohesh, hulumto thellë dhe kupto çdo detaj para se të ndërmarrësh veprime konkrete. Kjo është një javë për vendime të menduara dhe jo impulsive. Në dashuri, po kërkon thellësi emocionale. Lidhjet sipërfaqësore nuk do të kënaqin tani, zemra jote kërkon sinqeritet dhe angazhim të vërtetë. Një realizim rreth mesjavës mund të ndryshojë mënyrën se si e percepton përkushtimin dhe marrëdhëniet e rëndësishme. Për të ruajtur qetësinë dhe ekuilibrin tënd të brendshëm, tokëzo veten në natyrë. Kohë e kaluar jashtë, në park ose pranë një liçeni, do të ndihmojë të harmonizosh mendimet dhe emocionet. Demi, kjo javë është një ftesë për të dalë pak nga zona e rehatisë, për të thelluar lidhjet dhe për të balancuar mendjen dhe zemrën përmes natyrës dhe reflektimin. Binjak, mendja jote këtë javë po vrapon me ide dhe mundësi të reja, dhe energjia e Merkurit ushqen kurreshtjen tënde natyrore. Në punë, pritet një shpërthim kreativ nëse arrin të fokusohesh mbi një projekt në vend që të shpërndash energjinë në shumë drejtime. Një person nga e kaluara mund të rikthehet në jetën tënde, duke sjellë emocione nostalgjie ose mbyllje që të nevojitet për të vazhduar përpara me qetësi. Në dashuri, aftësia jote komunikative të bën tërheqës, por keni kujdes ndaj sinjaleve të përziera. Qartësia dhe sinqeriteti janë çelësi për të shmangur keqkuptimet. Ka fundjava, një çështje familjare ose një vendim lidhur me shtëpinë mund të kërkojë vëmendjen tënde. Është një kohë për të balancuar energjinë shoqërore me reflektim të qetë dhe kohë për veten. Binjak, kjo javë është një ftesë për të bashkuar kurreshtjen dhe komunikimin me reflektimin e brendshëm, duke gjetur ekuilibrin midis zhurmës së jashtme dhe qetësisë së brendshme. Gafore, kjo javë të fton të kthehesh brenda vetes dhe të dëgjosh emocionet e tua më të thella. Me Marsin që hyn në shenjën tënde, intensiteti i ndjenjave dhe dëshira për të marrë kontrollin mbi fatin tënd rritet ndjeshëm. Megjithatë, është e rëndësishme të menaxhosh luhatjet e humorit, pasi vendimet impulsive mund të krijojnë tension. Në plan financiar, një surprizë e papritur mund të shfaqet, duke kërkuar veprim të shpejtë, por të bazuar dhe të kujdesshëm. Në dashuri, do të ndihesh mbrojtës dhe i kujdesshëm ndaj të dashurve, por keni kujdes të mos i mbytesh me kujdesin e tepërt. Dashuria dhe përkushtimi funksionojnë më mirë kur balancohet me hapësirë dhe besim. Në punë dhe karrierë, rritja profesionale do të varet nga inteligjenca jote emocionale.
Aftësia për të kuptuar ndjenjat e të tjerëve dhe për të bashkëpunuar me delikatesë do të bëjë diferencën. Ka fundjava, ritualet e kujdesit për veten do të ndihmojnë të rigjallërosh aurën dhe intuitën tënde. Një shëtitje në natyrë, meditimi apo kohë e qetë për reflektim do të rikthejë ekuilibrin e brendshëm. Gafore, kjo javë është një mundësi për të bashkuar fuqinë dhe emocionet me vetdijen dhe qetësinë, duke krijuar një bazë të fortë për vendime dhe veprime të mençura. Luani, në dritën e fuqishme të diellit në Shkorpion këtë javë, karizma jote shkëlqen dhe tërheq vëmendjen. Dikush me ndikim mund të vërë re aftësitë e tua udhëheqëse dhe pasionin tënd. Por hyjet të kujtojnë se fuqia shoqërohet me përgjegjësi, kjo është një kohë për të vepruar me modesti dhe mendje të hapur. Në karrierë, progresi është i mundur nëse kanalizon besimin dhe energjinë tënde drejt bashkëpunimit, jo konkurrencës. Mundësitë e reja shpesh vijnë kur aftësitë e tua lidhen me të tjerët dhe jo vetëm me talentin personal. Në dashuri, energjia romantike thellohet rreth mesjavës. Bisedat e sinqerta dhe të hapura forcojnë lidhjet dhe krijojnë një kuptim më të thellë me partnerin. Nëse je beqar, një takim i rëndësishëm mund të sjellë një lidhje të qëndrueshme. Në financa, situata duket e qëndrueshme, por keni kujdes nga shpenzimet impulsive që mund të sjellin pasoja të vogla për të ruajtur energjinë dhe ekuilibrin. Praktikimet si meditimi, shkrimi, muzika apo çdo formë e shprehjes kreative do të ndihmojnë. Kjo javë është një mundësi për të bashkuar pasionin, karizmën dhe përgjegjësinë, duke ndërtuar një bazë të qëndrueshme për suksesin dhe harmoninë tënde. Virgjëresh, kjo javë është e dedikuar për organizim dhe rishikim të prioriteteve. Merkur, planeti yt sundues, sjell qartësi mbi objektivat afatgjata dhe strukturën profesionale, duke të ndihmuar të shohësh hapat e duhur për të ecur përpara. Keni kujdes të mos analizosh tepruar motivet e të tjerëve. Beso instinktet e tua dhe lejo intuitën të udhëheqë vendimet. Në marrëdhënie mund të ndihesh i sfiduar, sidomos nëse nuk ndihesh dëgjuar. Komunikimi i qetë dhe i matur do të jetë çelësi, evito shpjegimet e tepërta dhe reagimet e nxituara. Në planin shëndetësor, përqendrohu tek mirëqenia e tretjes dhe një gjumë i rregull. Kjo do të ndikojë pozitivisht në energjinë dhe qartësinë mendore. Fundjava sjell një zbulim të rëndësishëm ose një qartësi që ke pritur. Diçka që ka qenë e paqartë për një kohë të gjatë do të bëhet e kuptueshme, duke të lehtësuar dhe ofruar një sens drejtimi të ri. Virgjëresh, kjo javë është një mundësi për të balancuar racionalitetin me intuitën, organizimin me qartësinë emocionale dhe për të bërë hapa të qëndrueshëm drejt qëllimeve dhe mirëqenies tënde. Peshore, ekuilibri mbetet tema jote kryesore këtë javë, por dielli në Shkorpion të shtyn të përballesh me të vërtetat emocionale që ke shmangur deri tani. Një marrëdhënie e afërt kërkon sinqeritet të thellë dhe ka ardhur koha të shprehësh atë që ndjen vërtet. Hapja emocionale dhe ndershmëria do të forcojnë lidhjet dhe do të japin qartësi. Në punë, bashkëpunimi sjell sukses, por është e rëndësishme të ruash kufitë e tu. Shfrytëzo energjinë kolektive pa humbur veten dhe pa lëshuar parimet që të karakterizojnë. Në plan financiar, vendimet e marra në fillim të javës do të japin frytet e tyre më vonë, duke të ofruar stabilitet dhe qartësi mbi burimet dhe mundësitë. Venusi rrit magnetizmin dhe tërheqjen tënde, duke e bërë këtë një periudhë ideale për të zgjidhur mosmarrëveshje me hir dhe mençuri. Shfrytëzo këtë energji për të riparuar lidhjet dhe për të komunikuar me delikatesë. Ka fundjava, prit një moment të qartësisë rreth vetvlerësimit dhe pavarësisë. Do të ndihesh më i lidhur me forcën tënde personale dhe më i gatshëm për të vendosur kufijtë që të shërbejnë në mënyrë të drejtë dhe të qëndrueshme. Peshore, kjo javë është një mundësi për të bashkuar elegancën me sinqeritetin, harmoninë me vetdijen, duke ndërtuar baza më të forta për marrëdhënie dhe vendime të rëndësishme. Akrepi, gëzuar ditëlindjen, akrep. Me diellin që ndriçon shenjën tënde këtë javë, vjen një periudhë here rinovimi, besimi dhe qartësie të thellë. Je duke hyrë në një fazë transformimi, duke lënë pas frikërat e vjetra dhe duke hapur rrugë për fuqizim personal. Në punë, një projekt profesional mund të arrijë një pikë kthesë, duke zbuluar mundësi të fshehura që deri tani nuk i kishe vënë re.
Është koha për të shfrytëzuar intuitën dhe aftësinë për të parë atë që të tjerët nuk e shohin. Në dashuri, intensiteti thellohet. Sinqeriteti emocional krijon magji dhe forcon lidhjet ekzistuese. Por keni kujdes nga xhelozia ose tendencat për kontroll. Besimi është provimi yt shpirtëror këtë javë. Kjo është një javë e fuqishme për të manifestuar ndryshim dhe për të rreshtuar energjinë tënde me qëllimet personale. Shkruaj ato që dëshiron të realizosh dhe lejo që universi t'i takoj vibrimet e tua. Akrepi, kjo javë është një mundësi për të rilindur, për të shfaqur fuqinë dhe për të vendosur baza të forta për rritjen personale dhe lidhjet emocionale. Shigjetar, aventura të thërret, por kjo javë kërkon lëvizje strategjike në vend të hapat impulsiv. Jupiteri ndriçon sektorin tënd profesional, duke e bërë këtë periudhë të përshtatshme për të treguar aftësitë tua, për të negociuar kushte të reja ose për të planifikuar hapat e ardhshëm në karrierë. Në dashuri, energjia ndjehet më e lehtë dhe e hapur. Prit biseda flirtuese, takime të këndshme ose ringjallje të ndjenjave të mëparshme. Hapat e vegjël të sinqeritetit dhe shprehjes së ndjenjave mund të forcojnë lidhjet ekzistuese ose të sjellin takime të reja emocionuese. Mundësi për udhëtime ose zhvillim personal mund të shfaqen pa pritmas. Mos i humb ato që mund të zgjasin horizontin tënd dhe të sjellin përvoja të vlefshme. Megjithatë, keni kujdes për shëndetin. Lodhja e vogël ose stresi i akumuluar mund të ndikojnë në energjinë tënde. Kujdesi për trupin dhe pushimi i duhur janë thelbësore. Ka fundjava, do të ndihesh i rigjallëruar dhe i gatshëm për të ndjekur ëndrrën tënde të madhe të ardhshme. Shigjetar, kjo javë është një ftesë për të bashkuar aventurën me strategjinë, ëndrat me realizimin dhe për të vepruar me energji të qëndrueshme drejt synimeve të tua. Britsjap, kjo javë të fton të rikonsiderosh angazhimet e tua, si ato profesionale, ashtu edhe personale. Saturni të inkurajon të krijosh strukturë dhe disiplinë, por njëkohësisht të paralajmëron të mos e teproni me punën. Merr kohë për të pushuar dhe reflektuar, qetësia e mendjes do të ndihmojë të marrësh vendime më të mençura. Në karrierë, progresi vjen përmes qëndrueshmërisë dhe përpjekjes së vazhdueshme, jo nga shkurtesat apo nxitimi. Hapat e qëndrueshëm dhe planifikimi i kujdesshëm do të japin rezultate më të qëndrueshme. Në marrëdhënie, po mëson të hapesh emocionalisht pa frikë nga ndjeshmëria. Besimi dhe sinqeriteti janë çelësat për të forcuar lidhjet e rëndësishme. Në planin financiar, keni kujdes të mos huazosh ose japësh huaj impulsivisht. Vendimet e matur do të mbrojnë nga situata të padëshiruara. Ka fundjava, mund të ndodhë një rikthim ose ripërforcim i lidhjeve familjare, që të ngrohë zemrën dhe të kujton rrënjët dhe bazat e tua të vërteta. Britsjap, kjo javë është një mundësi për të balancuar përpjekjen me pushimin, disiplinën me reflektimin, dhe për të ndërtuar një themel të fortë për sukses dhe qetësi të brendshme. Ujori, i dashur ujor, kjo javë është e mbushur me inovacion dhe ide krijuese. Energjia tënde intelektuale po lulëzon dhe mund të sjellë zgjidhje të reja që ndryshojnë ritmin e karrierës. Mars të inkurajon të marrësh rreziqe të llogaritura, por keni kujdes të mos hysh në konflikte me figura autoriteti. Në marrëdhënie, komunikimi është çelësi. Shpreh të vërtetën tënde, por bëje me butësi dhe maturi. Në plan financiar, fati papritur mund të shfaqet rreth mesjavës, duke të sjellë mundësi të reja të dobishme. Në aspektin shpirtëror, mund të ndihesh të tërhequr nga filozofi të reja ose praktika që të rrisin perspektivën. Për të balancuar mendjen e mbingarkuar, kalimi i kohës jashtë në natyrë do të ndihmojë energjinë të rrjedhë më qetësisht. Ujor, kjo javë është një ftesë për të bashkuar kreativitetin me veprimin të matur, intuitën me komunikimin, dhe për të zhvilluar potencialin tënd unik. Peshqit, kjo javë peshë, mbartë thellësi emocionale dhe një thirrje për kufi të qartë. Ndikimi i Neptunit të bën empatik, por lehtë të lodhshëm emocionalisht. Në punë, bashkëpunimet do të lulëzojnë nëse i beson intuitës tënde dhe vepron me kujdes. Në dashuri, energjia romantike rrjedh bukur. Lidhjet përfitojnë nga sinqeriteti dhe ndjeshmëria, por keni kujdes të mos biesh në iluzione ose eskapizëm emocional.
Në plan financiar, një ide krijuese mund të shndërrohet në një burim të qëndrueshëm të ardhurash nëse e zhvillon me mençuri. Kjo javë është gjithashtu një mundësi për të forcuar lidhjen shpirtërore dhe për të fokusuar në rritjen personale. Ka fundjava, mund të ndodhë një realizim i thellë emocional që transformon mënyrën se si e sheh jetën dhe prioritetet e tua. Pesh, kjo javë të fton të balancosh ndjeshmërinë me disiplinën, intuitën me veprimin, dhe të ndërgjegjësohesh më thellë për nevojat dhe aspiratat e tua.